funksionon ajo? Flokët e tua i merr nga diku i mbjell tua apo si është? Se jo mund t'i shkartisin. Zona dhuruse këtu nga mbrapa, a kupton? Dhe ata i marrin një nga një. Muajin e parë morën 5.000 rënj, herën e dytë se i bëra 2 herë, herën e dytë morën 3.000 rënj. Se mirë është me i bë 2 herë. Gjë është mirë ta bësh 2 herë përgjithësi, që pas njerëz vetëm herë. Me një herë s'quhet. Me një herë s'quhet. Dhe i marrin nga zona dhuruse, që është shumë e fortë dhe i vendosin në për zonat ku ke ti nevojë. Po ndryshimi është i pa imagjinueshëm. Unë e shoh vetëm me ca foto kështu përpara, për shembull. Është i pa imagjinueshëm, jo se ti ke mundësi të ti stilosh, ti rrisësh ti. Domethënë unë brenda 2 vitesh që kam bërë flokët, i kam mbajtur shumë gjata, i kam mbajtur të shkurtra, tani kam si ushtar, domethënë, ora fillon merr kënaqësinë e flokut. Por ka një gjë shumë të habitshme. Kur nuk e flok, ke turp të vësh kapelen, sepse po mendon që po mundohesh të krijosh të tjerët, idenë që ke turp nga flokët. Nuk e di nëse jam i qartë. Kur ke flokë vë pa te klip. Tash që un kam për shembull rry mund 30 gjithë në kapele. Kur s'kisha nuk e maja, se më duket sikur po i mçifsha njerëzve ndonjë gjë që fund ditës e kisha. Sa kushton një investim të bësh një gjithë atë gjë poshtë? Ja, mos të hym shifrave se të varet nga masa, nga Po është investimi domosdoshëm për një Po mendoj se sipas standardit kohës patjetër është domosdoshëm. Dhe ne nuk jemi të vetmit këtu.